Një deputet i PDK-s kështë thonë, pra 1-2 ditë në televizion, Albini e ka bon zajednicën. Edhe për vetë moderatori tha, a je i sigur tha që ka bon? Tha, po tha, i sigur t'jam. Edhe plus a i ish komandant i nalta, e deshta me vetë që atë farë deputetin, o burë në që është i sigur qysh nuk përthirë poplin me dalë me protestu, me kallë, me shka ka burë, se zajednica më bon qysh përthu ti, a e bon të veç shtet për mi shtet. Edhe thash, se mës me dalë adin me protestu e me konë kundër Albinit se edhe unë e vi me ty. Ama ndoke të ki veç ashtu po thëni, e s'po gëzëni as me dalë kërkun heq burë. Qa shumë pitu të Albinit. Ose i keni vesh me thonë televizor sa për me mashtru gjinën, me folë kështë po thamë dishka, se për besë, unë nuk jam të mujtë me kuptu qysh njeri del në televizor të thëtë u bon, zajednica ka bon Albini, edhe nuk thirë në protesta, mu qu veti pare, mi thirë ata farë ndjeksat e to që të kanë votu, në ashtë 2-13 janë, në 20.000, se s'pë di sa janë, po sa t'janë o burë. Po, qysh, nuk pëdi, përbes nuk pëdi qysh me kuptu juve. Shumë zërë është. Që se ka bon zajednicën që shpëthoni jo, atëherë qubur, kale, dheze. Do të me mu qu 100.000, 200.000, 1 milion gjenë protest, me protestu. Jo, a i garë me bo me rajtë poplin, me dollë në për televizor, ka thonë Albini, ka bon, a kënena nuk livret një bëthën. Quaj mërbura. Që se një të sigur quaj.